Kampionati i shaut në Vlorë mes nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme. Një aktivitet i cili zhvillohet në 2 ditë duke nxjerrë më pas edhe fituesit, por dhe elementët cilësor në këtë sport, për të shërbyer më pas qytetit në aktivitete të ndryshme. Kampionati vjen sërish në qytetin e Vlorës në këtë fundvit, i realizuar nga Bashkia e Vlorës, Qendra Kulturore dhe Klubi Shumë Sportësh Flamurtari. Aktiviteti nuk ka patur kufizim në pjesëmarrje, ndërsa janë meshkuj dhe femra. Trajneri i shaut në Klubin Shumë Sportësh Flamurtari, Ferdinand Bezhani, e ka cilësuar shumë të rëndësishëm këtë aktivitet në një sport si shau, ku qëllimi është evidentimi i talenteve të reja, të cilët më pas mund të përfaqësojnë edhe ekipin e Flamurtarit në aktivitete të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, por padyshim edhe duke i larguar nga teknologjia dhe të merren me sport. Është një aktivitet shau të gjitha grup moshave, të shkollave nëntëvjeçare të mesme. Këtë praktikë ne kemi ndjekur çdo vit, e kemi zhvilluar këtë kampionat në bashkëpunim me Bashkinë edhe me Pallatin e Kulturës, edhe Klubin e Sportit Flamurtari, Shumë Sportësh Flamurtari. Në këtë aktivitet është open i hapur, që marrin pjesë të gjitha shkollat, të gjitha grup moshat, edhe në këtë garë do përcaktohet si do i ka prioritet elementin e ri, aq më tepër, me këta ata që janë më cilësorë, mund të i afrojmë afër Klubit Flamurtari për të përfaqësuar nesër pas nesër ngjyrat e Klubit Flamurtari, këto talentet e reja. Është edhe një fat shumë i mirë për Vlorën, sepse si vjet për herë të parë nga Komiteti Olimpik Shqiptar dhe i Federatës është futur 4 shkolla pilot. Loja e shaut, domethënë, është 4 shkolla në Vlorë. Kjo është një gjë shumë pozitive, sepse ka mësues të kualifikuar që do të japin për këtë, edhe do ketë një masivizim më të madh, që qëllimi është që fëmijët sot mos miren me kompjuter dhe me gjëra kot, por të aktivizohen aq më tepër me shaut, që është një sport plus shkencë, domethënë e ndihmon fëmijën në zhvillimin intelektual të saj. Kampionati i shaut do të mbyllet ditën e shtunë, kur do të zhvillohen ndeshjet finale dhe shpallen fituesit, për të cilët do të ketë edhe çmime.